Personat që hanë djathë çdo ditë duhet urgjent ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. A e rrit kolesterolin e keq në gjak djathi? Studimet e fundit të publikuara në revistën prestigjioze ndërkombëtare vënë në pikpyetje lidhjen midis produkteve të qumshtit dhe një rritje të niveleve të kolesterolit të keq në gjak. Përkundrazi është zbuluar se disa përbërës të pranishëm të qumshti kanë efekte që rrisin kolesterolin dhe ndalimi ngrënies së djathit për të ulur nivelin e tij në gjak nuk është zgjedhja e rekomanduar. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kjo është ajo që duhet të dini tani për marrëdhënien midis djathit dhe kolesterolit. Në sasinë e duhur, djathrat jo vetëm që nuk e ngrenë nivelin e kolesterolit në gjak, por kanë efekte të kundërta. Në një studim nga ekipi universitar suedez ka arritur në përfundimin se ngrënia e djathit të bardhë jo vetëm që nuk e rrit kolesterolin, por përkundrazi do të sjellë një rritje të kolesterolit të mirë. Nëse mendoni se 100 gram djath do të ofrojë 70 mg kolesterol, të njëjtën sasi do ta gjeni në 100 gram mish lope ose levreku, ose viçi ose pule dhe gjeli deti. Ne e kuptojmë që demonizimi i djathit nuk ka kuptim. Piramida e re ushqimore sugjeron 2 deri në 3 porcione të djathit të produkteve të qumshtit në një konsum prej 2 deri në 3 javë të djathit si një pjatë kryesore në kombinim me perime të freskëta. Djathi është i mirë për sa kohë konsumohet brenda normës së rekomanduar. Kështu, përfitimet që do t'i ofrojë shëndetit tuaj do ta kthejnë atë në një prej produkteve më të rëndësishme. Ekspertët sugjerojnë 40 deri në 70 gram djath në ditë, në varësi edhe të produkteve të tjera ushqimore. Djathi mund të ketë shumë yndyrë dhe kalori, por nëse konsumohet me masë, ai kontribon në shëndetin e trupit në mënyra nga më të ndryshmet. Gjithashtu, kjo është një arsye pse i gjejmë djathin e tryezës, një prej zgjedhjeve më të shijshme ushqyese që mund t'i japin vlera shëndetit dhe të evitojmë gjithashtu komplikacionet e tij. Djathi përmban vitaminat A, gjithashtu edhe vitaminën B12. Vitamina B12 e cila është e vështirë për të gjetur në cilin do nga ushqimet e tjera, ajo çliron gjithashtu nga lodhja, dobësia, përmirëson qëndrueshmërinë dhe gjithashtu trupi i njeriut mund të ketë edhe një rezistencë më të madhe ndaj faktorëve të jashtëm. Ajo është e mirë kundër problemeve të ndryshme të inflamimit, kundër problemeve të depresionit, qetëson ankthin dhe së fundmi është përgjegjëse gjithashtu për prodhimin dhe rivendosjen e qelizave të trupit, duke kontribuar në një pamje më rinore, gjithashtu edhe më të shëndetshme. Djathi është i dobishëm për shëndetin e zemrës nëse konsumohet në rekomandimet e tij ditore. Sipas studimeve të botuar në Journal of American Heart Association, konsumi i përditshëm i djathit shoqërohet me një risk afërsisht 3% më të ulët të goditjeve në tru. Për më tepër, konsumi i përditshëm i djathit siguron edhe shoqërimin e një risku më të ulët të sëmundjeve kardiovaskulare e si rrjedhoi jetëgjatësi më të madhe. Pasi rezultatet e studimeve në mbar botën tregojnë se konsumi i produkteve të qumshtit shoqërohet me një risk më të ulët të humbjes së jetës. Djathi gjithashtu është i mirë për sistemin tretës. Bakteret e djathit janë të dobishme për shëndetin, gjithashtu edhe për trupin. Konsumi i rregullt i djathit rregullon mikroflorën dhe përqendrimin e bakterieve të mira të zorëve, të cilat nga ana tjetër mund të përmirësojnë tretjen dhe metabolizmin. Djathi është i pasur me nivele shumë të mira të kalciumit. Djathi përmban afërsisht 280 deri në 450 mg kalcium për çdo 100 gram. Siç dihet, një sasi e mjaftueshme e kalciumit do të rrisë ndjeshëm masën kockore dhe do të kontribuojë edhe në osteoporozë. Por më tepër, kërkime shkencore vënë në duke se kalciumi mund të parandalojë shtimin në peshë pasi nxit djegjen e yndyrës dhe parandalon akumulimin e saj. Djathi ka nivele shumë më të mira të proteinës për organizmin. Proteina do të kontribuojë gjithashtu edhe në rregullimin e aktivitetit të metabolizmit tuaj, në ndërtimin e masës muskulare në trup, në djegjen e sasive të tepërta të djamit, në përmirësimin e humorit dhe në shërimin e shpejtë të plagëve. Pasi studimet tregojnë se proteina do të nxjisë edhe rritjen më të mirë të indeve dhe do të lehtësojë komplikacionet e tyre. Shtimi i djathit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe në një lehtësim më të madh të komplikacioneve të tij.
Ekspertët e sugjerojnë djathin, pasi ka përfitime të mira në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ka shumë mundësi që të bëni një zgjedhje të duhur kur e konsumoni djathin, pasi ai në shumë mënyra mund të ndikojë në aspektin tuaj ushqyes. Sipas Health.com, këto janë disa nga përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i djathit. Djathi është një nga burimet më të mira të lëndëve ushqyese. Ai është një burim i mirë i kalciumit, yndyrnave dhe proteinave. Gjithashtu përmban një sasi të lartë të vitaminës A, vitaminës B12, së bashku me zinkun, fosforin dhe riboflavinën, të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore. Djathi mund të mbrojë edhe dhëmbët nga kavitetet e ndryshme. Sipas studimeve ku bazohemi, djathi dhe produktet e qumshtit në përgjithësi mund të mbrojnë në shëndetin tuaj dentar nga dëmtimi. Djathi është një nga burimet më të mira të acidit linolik, i cili mund të ndikojë gjithashtu edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe të lehtësojë komplikacionet e tij. Djathrat me yndyrë të lartë përmbajnë sasi të vogla të acidit linolik të konjuguar në yndyrnat e shëndetshme që mund të ndihmojnë në prodhimin dhe parandalimin e obezitetit, sëmundjeve të zemrës dhe zvoglimin e inflamacioneve të tyre. Djathi është shumë i mirë për shëndetin e zemrës. Sipas ullëtimeve, produktet e fermentuara të qumshtit si kosi dhe djathi kanë efekte pozitive në shëndetin tuaj të zemrës. Ato sigurojnë lëndë ushqyese dhe kanë veti të mira antiinflamatore, shumë efektive këto kundër problemeve të ndryshme. Djathi mund të ketë efekte të padëshiruara nëse teprohet në sasi të larta, por nëse konsumohet brenda sasive të rekomanduara, përgatituni të merrni anën e tij pozitive në dobi të vlerave të shëndetit. Kështu, efektet e tij në organizëm do të jenë më të fuqishme. Djathi duhet të konsumohet gjithmonë brenda rekomandimeve të duhura. Edukimi i një shëndeti të mirë është çelësi i organizmit të fortë. Disa lloje të djathrave janë shumë të mirë për shëndetin e zemrës. Siç u përmend edhe më herët, trupi ka nevojë për pak yndyrë në të mbajtur edhe procesin e funksioneve të duhura të shëndetit. Për më tepër, djathi përmban gjithashtu kalium, fosfor dhe magnez, të cilat do të kontribojnë edhe në një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj kardiovaskular. Shtimi i djathit në dietën tuaj me moderim është çelësi i një ushqyerje të dobishme dhe të shëndetshme. Djathi përmban edhe vitamina esenciale. Lloje të ndryshme të djathrave përmbajnë vitamina të shumta, përfshirë vitaminën A, vitaminën B2, vitaminën B6, vitaminën B12 dhe vitaminën D dhe vitaminën K. Vitamina A ndihmon në funksionet e duhura të sistemit imunitar. Vitamina B12 ndihmon edhe në mirëqenien e organizmit dhe në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Shtimi i djathit në dietën tuaj do të ofrojë edhe vitaminat esenciale. Djathi do të ndihmojë në menaxhimin më të mirë të parandalimit të osteoporozës. Edhe pse konsiderohet një problem me moshën, kjo sëmundje është një kërcënim serioz për njerëzit e të gjitha grup moshave. Kjo sëmundje shkakton simptoma të tilla si humbje e dëndësisë së kockave dhe dhimbje të nyjeve. Te gratë, kjo mund të paraqitet edhe pasi të hyjnë në menopauzë, por kjo mund të parandalohet duke mbajtur konsum të qëndrueshëm të djathit dhe produkteve të tjera të qumshtit, të cilat mund të japin rezultate fantastike ushqyerjes suaj dhe të mbajnë larg gjithashtu komplikacionet e tij. Djathi është një produkt fantastik edhe për shëndetin tuaj të dhëmbëve, çka mund të ndikojë pozitivisht në këtë aspekt të shëndetit. Djathi është i pasur me element të mirë të kalciumit, i cili është një krucial për dhëmbët dhe për kockat e shëndetshme. Sipas Bill Sheffer, kirurg dental, kalciumi ndihmon në forcimin e dhëmbëve dhe në formimin e tyre dhe kontribon që të keni nofulla më të forta, gjithashtu edhe më të shëndetshme dhe më pak probleme të shëndetit tuaj dentar. Djathi është një produkt fantastik edhe për shëndetin e trurit. Për aktivitetet të shëndetshme të trurit, trupi ynë përdor yndyrnat që merrni nga ushqimet që i konsumoni, duke qenë i pasur me yndyrna të mira omega 3 dhe esencial yndyror. Djathi është një mënyrë e shijshme për të mbajtur funksionet e duhura të mendjes dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e tyre. Konsumojeni atë brenda normës dhe do të merrni përfitimet e duhura. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.